Të gjitha ata individ që gjatë vitit që lan pas kanë patur pagën bruto mbi 120.000 lekë të reja në muaj, për herën e parë do të dorëzojnë deklaratën individuale të ardhurave personale për vitin 2024. Janë me qindra qytetarë edhe në Vlorë, të cilët, sipas drejtorisë rajonale të tatimeve, duhet të dorëzojnë deklaratën e të ardhurave deri më 31 mars 2025. Deklarime të pagave këto, të cilat më pas do të tatohen, dhe për të gjitha këto deklarime do të paguhen nga këta individ edhe një tatim, si në rastin e taksës së 2 apo 3 punësimit. Për qytetarët e Vlorës, muaj mars është muaji i deklarimit të ardhurave. Për këtë arsye, deri në 31 mars, për gjithë qytetarët e Vlorës e jo vetëm, është afati i fundit të për deklarimin e të ardhurave të cilësuara si diva. Për gjithë ata qytetarë të cilët kanë një pagesë apo të ardhura mujore edhe të siguruara nëpërmjet skemës kombëtare të sigurimeve shoqërore, për t'i deklaruar këto të ardhura të cilat më pas edhe do të tarifohen në fundin e vitit. Plotësimi i kësaj deklarate i shërben administratës tatimore për të bërë të mundur kontrollet e mëpashme për evazion fiskal, si dhe për të hetuar pasurinë e individit. Kush nuk e dorëzon deklaratën brenda kësaj periudhe, bëhet me dije se gjobitet, duke filluar nga 3.000 lekë, të cilat i bashkangjitet edhe interesi dhe kamat vonesa. Pjesë e plotësimit të deklaratës tatimore do të jenë të gjitha ata individ të cilët përgjatë vitit 2024 kanë qenë të dy punësuar, e plotësojnë deklaratën individuale të ardhurave personale në Vlorë, edhe ata qytetarë të cilët realizojnë të ardhura nga burime të tjera mbi 50.000 lekë në vit, për të cilat nuk ju është mbajtur më parë tatimi në burim. Vlen të theksoj se duke patur parasysh faktin, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, ku është ulur kufiri nga 2 milion në 1.2 milion, numri deklaruesve pritet që këtë vit jetë shumë herë më i madh se vitet e mëparshme. Administrata tatimore njofton gjithashtu se deklarata Diva 2024 gjenerohet e paplotësuar automatikisht me të dhënat e të ardhurave vjetore bruto nga pagat apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit, si dhe për llogaritjet e tatimeve mbi të ardhurat e punësimit. Pas plotësimit të kësaj deklarate, do të përcaktohet edhe vlera e paguar gjatë vitit për sa i përket tatimit mbi të ardhurat nga punësimi individuale, që do të paguen nga individët në Vlorë.